Për disa ditë radhazi, në zonën e Shetelit digjen mbeturina dhe sipas banorëve pas kësaj masakre mjedisore, fshihet kryetari i Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana. Ata thonë se mbeturinat e qytetit dërgohen çdo ditë me kamion në Shetel dhe për shkak të mungesës së një vendi të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave, këto shpesh digjen natën, duke krijuar një situatë të rëndë për banorët që vuajnë nga ndotja dhe era e fortë e tymit. Banorët kanë shprehur shqetësimin e tyre duke thënë se ky akt ka ndodhur disa herë dhe se nuk po dalen dot nga shtëpit për shkak të ndotjes së ajrit. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të autoriteteve për të ndaluar këtë praktikë dhe për të siguruar një trajtim tjetër për mbeturinat. Kjo është një situatë që kërkon vëmendje të menjëhershme nga autoritetet lokale dhe qendrore për të garantuar kushte të sigurta dhe të shëndetshme për qytetarët e Shijakut. Denoncimi i qytetarës. Përshëndetje. Është disa të herë që në zonën e Shetelit të Shijakut, kryetari i Bashkisë Elton Arbana i vë zjarrin mbeturinave. Bashkia e Shijakut dërgon çdo ditë kamionët me mbeturinat e të gjithë Shijakut. Se pasoj që mbushat dhe s'kan ku t'i çojnë këto, i vën zjarrin natën që ne mos t'i shikojmë. Ju lutem publikojeni, se po bëhet situata shumë shqetësuese dhe nuk po dalim dot nga shtëpit, pasi nuk po marrim dot frym. Vetë kryetari i bashkisë punëson njerëz natën, i vendos mbeturinave zjarrin dhe e ka bërë shumë herë këtë. Nuk është hera e parë dhe gjen justifikimin që nuk është e vërtet, por këta vetë ja vën zjarrin mbeturinave pasi mbushen plot.